Bëhemi gati për të shkuar në punë. Ndërkohë që do bëj make-up me produktet e reja që kam bler tani, që janë nga kompania ku unë punoj, është kjo fondatina. Kam bler një natural primer silikon. Tash që nuk do jemi saktë mbas edhe shpjegimi i këtyre, se si di shumë mirë. Por që do le të qa shkruat këtu që kjo është një glow primer. Këtë tjetë. Është një gel për flokët, ndërkohë unë dhe përdor dhe për vetullat. Ka aromë të mirë. Dhe sytë shqipit kam blerë, si që shihni. Dhe janë botë gja gati i mirë. Bëjmë gjelin e vetullave gati. Që unë nuk di si se u dali. S'kam as pas qyrë të bëjmë anë kamerës telefoni. Që shpresoj që dali mirë. Që deri tani. Po arrit kuptoj që shumë mirë, ka dhe aromë të mirë, shpresoj shumë që të mbaj kjo aromë. Unë e kam marrë në Tiranë tek Rossmann, që të uja. I bim që me dorë, kështu që të ngjisin. Ai sa bukur. Më pëlqen shumë. Mbarum. Supozohet që të tjilët kështu. Do thoni ju të jetë pak a shumë, nuk e di. Vetëm pa ta vendosur krem, si thotë, krem hidratues poshtë. Sa tekstur të butë leka ky. Do lyshtë ti më pasani. Nëse shif nuk kam këto shenjat pas lindjes, dimi ha. Një do hedhim, nuk e di këtë hedhim. Ky besoj që është sipër. Pjetë, hedhim këtë tjetrin. Ky tjetri, concealer. Që se kam blerë fare, se cilës markë është, vetë se e kam blerë. Tash i marrim pak këtu se hedhëm shumë. E vendosim këtu. Hapi tjetër është primer, por që nuk e di nëse do bëj saktë, por mendoj që vendoset këtu. Apo s'është për këtë? Nuk e di. Ka aromë të mirë. Ka aromë të rëndafili. Mendoj që këtu vendoset për të dhënë këtë shkëlqimin e glow kështu. Po se kështu është. Gjeta. Tani kemi buzët. Ku të zuni e hanamram. Kjo është i gjithë. Përveç këtyre të make-up që tregova, kam marrë edhe këto dy kremrat. Ka filluar të ndalë rrudhat, këtu ke pjesa e mimikës.